Progresi I shpejt I bërë nga Shqipëria në negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian ka shkaktuar një val entuziazmi në rritje brenda institucioneve të Brukselit. Nga tetori I vitit kaluar e deri më sot, vendi ka hapur 24 nga 33 kapitujt e negociatave, duke u vendosur në krye të listës së atyre që aspirojnë të antarësohen në BE. Megjithatë, ky entuziazëm rrezikon të lërë në hije faktin se rruga mbetet e vështirë edhe se pas fasadës dhe titujve bombastik në media fshihen probleme serioze që kërkojnë përpjekje të konsiderueshme për reforma. Nëse përdorim si tregues rezultatet e kaluara, atëherë nuk shndron narrativa e vitit 2027. Deklaratave politike u mungon një justifikim I fortë dhe I bazuar në prova, thekson në një intervistë Daniel Proni, studiues në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim në Tiranë. Çfarë bën jo realist synimin e përfundimit të negociatave deri në vitin 2027. Qeveria shqiptare ka shprehur publikisht dhe Komisioni Evropian ka mbështetur këtë ambicie si zyrtarisht ashtu edhe jo zyrtarisht gjatë takimeve të punës. Kjo është një shenjë pozitive, por mbeten ende shumë pikë pyetje se si mund të arrihet ai. Raportet vjetore të Komisionit Evropian nxjerrin në pamungesën e përgatitjes. Shqipëria shënon rezultate në mesatare në disa kapituj dhe progresi vjetor, nuk I përgjigjet ambicieve të qeverisë. Në terren reformat kyçe, sidomos ato që lidhen me sundimin e ligjit dhe kriteret ekonomike, nuk po ecin me ritmin e përshpejtuar të procesit muajt e fundit, në një kohë që mbetet e ulët edhe shkalla e zbatimit të rekomandimeve të Komisionit Evropian, cili është statusi aktual I negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Që kur Shqipëria ka filluar procesin e negociatave, ka hapur 4 grupe kapitujsh mbi parimet bazë, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm dhe mbi konkurrueshmërinë dhe rritjen ekonomike. Në total janë hapur 24 nga 33 kapituj, gjë që e vendos Shqipërinë në vendin e dytë pas Malit të Zi dhe përpara Serbisë. Ky është një zhvillim pozitiv edhe duke pasur parasysh se procesi kishte ngecur për një kohë mjaft të gjatë. Gjithsesi ka shqetësime në lidhje me qëndrueshmërinë e këtij procesi, ndërsa hapja e kapitujve kërkon një punë konsiderueshme teknike midis Komisionit Evropian dhe administratave publike kombëtare. Në nivelin politik kjo varet kryesisht nga vullneti I mirë I udhëheqësve. Por për të mbyllur këta kapituj mbetet ende shumë për të bërë, cilat janë sfidat që duhen përballuar. Ka shumë çështje të pasgjidhura në lidhje me përmbushjen e standardeve të BE-s. Shqetësimin nuk përbën vetëm progresi I pamjaftueshëm në disa fusha, por edhe se po përkeqësohet situata në sundimin e ligjit. Parlamenti mbetet shumë I dobët dhe I mungon kapaciteti për të ushtruar kontroll efektiv mbi qeverinë. Procesi legjislativ diktohet më shumë nga interesat private sesa nga e mira publike. Problemet vazhdueshme kanë të bëjnë edhe me pavarësinë e gjyqësorit për shkak të presionit jashtëm dhe friksimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, madje nga politikanë dhe zyrtarë të lartë të qeverisë. Krimi I organizuar përfaqëson një kërcënim të rëndësishëm dhe në rritje, jo vetëm për sigurinë publike, por edhe nëpërmjet infiltrimit të tij në ekonomi për qëllime të pastrimit të parave dhe zgjerimit të aktiviteteve kriminale. Kjo ndikon në rritjen e kostos së jetesës për qytetarët e përkeqësuar nga dobësia e sistemit mbrojtjes sociale, një tjetër parametër kyç për antarësimin në BE. Liria e medias është nën presion me një përqendrim të lartë pronësisë dhe me ndikim të fortë politik. Një shqetësim tjetër është migrimi drejt BE-s, veçanërisht I profesionistëve të kualifikuar si infermierët, mjekët dhe mësuesit, të cilët janë më të nevojshëm në vend. Siç thuhet, shpesh qytetarët shqiptar po hyjnë në BE përpara vendit të tyre. Të gjitha këto sfida mbeten serioze dhe aktualisht nuk ka një plan të qartë për t'i adresuar ato në një mënyrë që do t'i jepte besueshmëri objektivi të vitit 2027. Një tjetër qëllim I deklaruar në Tiranë është hyrja zyrtare në BE në vitin 2030. Vetëm vullneti I mirë I udhëheqësve nuk do të mjaftojë për të na çuar në vijën e finishit, pa u adresuar më parë problemet themelore dhe pa e transformuar vendin në mënyrë rrënjësore dhe të pakthyeshme. Nga ky moment në vazhdim gjithçka do të jetë më e vështirë. BE-ja mund ta shtyjë përpara procesin dhe të heshtë ndaj disa sfidave kur kjo është politikisht e përshtatshme, por herët avon do të vijë një kohë kur këto çështje do të duhet të adresohen, sepse këtë e kemi parë edhe me Serbin, pavarësisht hapjes së 22 kapitujve, procesi tani është bllokuar pa një rrugdalje të qartë. Ne në Shqipëri shpresojmë të shmangim një situatë ngjashme duke mos ecur përpara në një kohë që injorojmë ose anashkalojmë sfidat më serioze. Ndërkohë është edhe një çështje tjetër shumë e rëndësishme që shpesh anashkalohet, si në Bruksel ashtu edhe në Shqipëri flitet për një proces të përshpejtuar antarësimi. Megjithatë nuk është e qartë se ku po na çon të vërtet kjo, a jemi vërtet në rrugën drejt antarësimit plot në BE apo drejt një modeli të ndryshëm integrimi? Skenari I fundit do të nënkuptonte një integrim të pjesëshëm, siç është bashkimi me tregun e përbashkët ose pjesëmarrjen në disa fusha politikash, por pa u bërë antar me të drejta të plota dhe mbi këtë gjë duhet të ketë transparencë të plot. Qeveria shqiptare nuk ka autoritet për të pranuar asnjë ofertë alternative nga BE-ja. Populli shqiptar I ka dhënë qeverisë një mandat për të ndjekur antarësimin e plot dhe jo një formë alternative dhe të zbutur të integrimit. Me që jemi tek qeveria apo I inkurajon këtë për shpejtim të procesit në Bruksel në mënyra se si kryeministri Rama po e paraqet veten si një udhëheqës ndërkombëtar I besueshëm dhe I përgjegjshëm. Është e vërtetë që Rama po e paraqet veten si një partner të dobishëm dhe kjo sigurisht ndihmon në përparimin e procesit. Udhëheqësit europianë e vlerësojnë faktin që ai vepron si një forcë ndërmjetësuese, racionale dhe stabilizuese në rajon. Po ashtu ata e vlerësojnë bashkëpunimin e tij për çështje specifike që janë shqetësuese për shtetet anëtare. E tillë është marrëveshja me Italinë për qendrat e emigrantëve të palishëm. Rama përgjigjet pozitivisht sa herë që I kërkohet të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të caktuara dhe
duket se për këtë po shpërblehet, por kjo qasje nuk është e qëndrueshme në planin afatgjatë. Procesi i antarësimit s'mund të mbështetet deri në fund tek pakte të tilla transaksionale. A ekziston rreziku që udhëheqësit e BE-s të mbyllin sy ndaj problemeve të brendshme si korrupsioni dhe respektimi i sundimit të ligjit vetëm që të sigurojnë një partner të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor? Mierisht, kjo nuk është një qasje e re nga udhëheqësit evropian ndaj rajonit dhe Shqipërisë. Në një artikull të shkruar në vitin 97, Vetrama kritikonte të njëjtën tendencë. Liderët evropian që zgjedhin të injorojnë mangësitë e brendshme në emër të stabilitetit rajonal është një histori e vjetër. BE veten të dobishëm dhe do të shpërblesh nga BE. Të gjithë udhëheqësit shqiptar për përjashtim kanë përfituar nga kjo dinamik gjatë 30 viteve të fundit. Rama ka gjetur me dinakëri mënyrën e tij për ta luajtur këtë rol, duke shtuar pak cirk, argëtim, shfaqje dhe gjëra të tjera që e bëjnë atë më të pranueshëm, por thelbi mbetet i njëjtë. Kjo strategji mund të vazhdojë për një farë kohe, por në fund do ngec. Unë nuk besoj se mund të bashkohemi BE-s me këtë qëndrim dhe nuk është e dobishme as për Brukselin që të pranojë një mentalitet që i shtyn problemet deri në fund procesit pranimit. Nuk mund të lejohen pafund akrobaci të tilla për të anashkaluar sfidat. Parimet themelore duhet mbeten në këmbë, përndryshe BE-ja rrezikon që të degradojë nga brenda.